fiskale me gjithë, po. Paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Po. Më keni mbrapa këmba këmbës. Mua edhe gjithë qa janë që varen nga unë. Pastaj keni ca bashki që mund të bëni lodra sa të doni, vazhdoni bëjni, po u kapët, si u ka fajnë njëri. Që... Dakor? U morën vesh. Jo plotësisht, pjesërisht, po të ajo pjesërisht ja fute mirë në mendje. Paqe me ndërtuesit nuk ka. Nuk ka për të pas. Pikërisht është sektori kryesor. Edhe duhet performoj me maksimumin e përgjegjshmërisë për çfarë mbështetje doni ju? Çfarë mbështetje juve dëgjoj. E para punës njerë, dëgjoj tash. E para punës njerë që se e kapa nga ana e klientit. Tani po e kap nga ana e punëtorëve. E para punës njerë, mbështetje ju që akoma deklaroni punonjës me 500.000 lekë, kur e dim shumë mirë dhe ti dhe unë dhe jam i bindur që po të shkojmë të pyesim peshqit e liçenit artificial, do na konfirmojnë që nuk ekziston punonjës me 500.000 lekë me pak minimale ndërtim. Nuk ka. Apo jo? Më shif në sy. Jo në Tiranë, po askund. Nuk të vjen me 500.000 lekë të shtroj një plak buri botës. Jo marri rog 500.000 lekë muaj. Edhe ju vazhdoni keni në sektor deklarim, po nuk keni faju. Na e ka lidhur duar gjykata kushtetuese para ca viteve që ka vendosur që ne nuk mundet dot t'ju vendosim ju tavan, edhe juve lozni. Po bëni deklarimet dhe paguajni, jo vetëm paguajni njerëzit, po deklarojnë ato paga dhe pastaj kërkoni, çfarë mbështetje kërkoni ju? Çfarë mbështetje jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri? Çfarë mbështetje kërkoni? Çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve duhet të mbështesni ne, jo të mbështesim ne ju. Ç'më mbështesim ne ju? Për çfarë të mbështesim ne ju? Për çfarë duhet të mbështesim ne ju? Se kuptoj. Për çfarë mbështetje kërkoni ju? Juve jeni sektori me më shumë fitim në Shqipëri. Jeni sektori ku shfrytëzohen punonjësit më shumë se në çdo sektor tjetër në Shqipëri. Dhe tani keni filluar ta kuptoni, pak si vonë, po keni filluar ta kuptoni që nuk luhet me punonjësit se pastaj nuk gjen punonjës. Keni problem tani që mos ju ngelen ndërtimet pa bërë, shkundini mirë ato xhepa se i keni të fryrë shumë, edhe paguani punonjësit, jepini 1.500-2.000 euro rrogën që të bëni punët. Ndryshe do ngelin edhe më keq. Çfarë mbështetje ju japim ne juve? Çfarë mbështetje ju japim ne? Se çfarë të flasësh ti? Ku të flasësh? Po jo, po s'është kaq demokratike kjo. Jo, mor. Fol ti, çfarë të flasësh? Mirë, dakor.